Një program të pasur artistik, kulturor dhe fetar u përmbyll edicioni i tretë i festivalit Selam Fest, i organizuar nga Këshilli i Bashkisë Islame në Prizren. Në këtë festival morën pjesë personalitete nga institucione fetare e shtetërore, si dhe mysafir të shumt. Mbrëmja përmbyllëse u hap me fjalën përshëndetëse të kryetarit të Këshillit të Bashkisë Islame në Prizren, Valon Ibrahimi, i cili uroi mirëseardhje të pranishmëve të shumtë dhe falenderoi të gjithë ata që kontribuan në organizimin e festivalit, duke falenderuar edhe pjesëmarrjen e Muftiut të Kosovës Naim Tërnava, zëvendës ministrën e kulturës Nora Arapi Krasniqi dhe të parin e komunës së Prizrenit Shaqir Totaj, si dhe hoxhallar e të pranishëm të tjerë. Është nder dhe kënaqësi e veçantë t'ju mirëpresim sonte këtu, në këtë aktivitet të bukur, kulturor, shpirtëror, Selam Fest, dhe në veçanti të shprehim mirënjohjen tonë për praninë e Muftiut të Republikës së Kosovës, Zotri Naim Efendi Tërnava, i cili këtij festivali i dha një vlerë dhe peshë të veçantë. Selam Fest është fest e vlerave, e kulturës, e besimit, e bashkimit, ku përmes artit, dijes dhe mesazheve të paqes ndërtojmë ura mirëkuptimi mes vete dhe forcojmë lidhjet tona vllazërore. Prania e të gjithë juve të nderuar pjesëmarrës është inkurajim për të gjithë ne, në veçanti për të rinjët të cilët me përkushtimin më të madh punojnë për promovimin e vlerave fetare, kombëtare dhe njerëzore. Andaj më lejoni që në emër të Bashkisë Islame këtu në Prizren, por gjithashtu edhe në emër të Bashkisë Islame edhe më gjerë, të gjithë mbështetësve ju falenderojmë për pjesëmarrjen dhe gjithashtu ju urojmë mirëseardhje. E lut Zotin Xhelleshanuhu që kjo mbrëmje dhe mbrëmjet e tilla të jenë të begata dhe ky festival të sjellë mirësi, begati, respekt, dashuri e harmoni mes nesh. Muftiu i Kosovës Naim Tërnava mbajti fjalën e rastit duke vlerësuar rëndësinë e organizimeve që promovojnë vlerat shpirtërore, kulturore dhe edukative. Pastaj tha se sonte jemi këtu në Prizren në traditë dhe kulturë. Andaj dua të them se Islami është fe mirëkuptimit, tolerancës dhe dua të them se Kurani shkruan se ju o njerëz, juve ju kanë darë në besime që të bashkëpunoni e të jeni mirëkuptues e jo ndarës. Pastaj ai ka lavdëruar edhe organizatorët e këtij festivali. Mirë, po Prizreni sikur i ka disa karakteristika të veçanta që nuk i kanë edhe qytetet e tjera. Prizreni të gjithë e dimi se është i kryeqendër e shqiptarisë. Prizreni është qyteti i Mër Prizrenit, i Abdel Frashit, është qyteti i Selman Bukshit, të cilët ishin edhe themelues të udhëheqësit e linjës shqiptare të Prizrenit. Ndaj në shenjë të drejtë kësaj, unë si Mufti i Republikës e një vetën mi gjysante jam në mesin tuaj. Dhe një herit të përkrahi këtë punë të cilën e ban Këshilli i Bashkisë Islame këtu në Prizren, dhe sigurisht që edhe përkrahi që e keni dhanë ju, vëllezër e motra që jeni këtu. Sigurisht që Islami është një fe që na bashkon, është një fe e cila na thret në unitet, është një fe e cila na thret në mirëbesim, në mirëqenie dhe një jetë të përbashkët të gjithëve. Na thret në humanitet dhe në respekt të ndërsjellë. Ndaj dhe Prizreni është një qytet i cili nëse shikon në shikimin e parë, të jep edhe një bindje të tillë, të jep një pamje të tillë. Nga se këtu sigurisht që janë gërshëtuar dhe në kaluar, gërshëtuar edhe tash kultura, civilizime të ndryshme të cilat bashkjetojnë artëzika hije të qenurit njeri. Nga se Islami të gjithë ne e dim se është një feje cila nuk ka asgjë të përbashkët me urrejtje, nuk ka asgjë të përbashkët me fyrje, me sharje. Feja Islami është fe humane, fe e solidaritetit, fe e bashkjetesës, fe e respektit, fe e qulis përpara proceseve të cilat shkojnë në të mirë të njerëzimit. I madhi Zot Xhelleshanuhu në Kur'anin famlar ndër tjera na ka mësuar dhe na thotë: nuk po thot o ju musliman me këtë ajet që po përmendjon, nuk po thot pra o ju besimtar, por po thot ja ju hennas, o ju njerëz. Pa dallim gjuhë, ngjyrë, rase, vendi ku jeton, Zoti po na thret të gjithë njerëzve
ka se na veçoj për krijesave tjera, duke thënë o ju njerëz, që të gjithë jeni pasardhës të Ademit edhe Havas është fjala. Të pranishmëve ju drejtua me një fjalë rasti dhe kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj, i cili përgëzoi organizatorët për realizimin e suksesshëm të festivalit dhe vlerësoi kontributin e tij në pasurimin e jetës kulturore dhe shpirtërore të qytetit, ku ka më mirë se organizimi një festivali në qytetin e tolerancës, në qytetin e traditës dhe mbi të gjitha të kulturave të ndryshme që funksionojnë shumë mirë, tha kryetari Totaj. Kuj ma tepër i shkon një Selam Fest se sa Prizrenit. Qytet me vlera shumë dimensionale, qytet i kulturës, qytet i traditës, qytet i historisë, qytet i festivaleve, edhe Selam Festi veç sa e komplementon, e plotson këtë skenën të cilën ne me kujdes e kemi ndërtu. Një festivali që li promovon tolerancë, promovon paqë, promovon vlera, promovon artë, promovon kulturë, edhe e begaton edhe aspektin shpirtënor, po dhe aspektin qytetar, jo vetëm për qytetarët e Prizrenit, por për gjithë ata që janë prezentë sot këtu. Du me falemnderu të gjithë ata që kanë dhënë kontribut për me organizu këtë festival, du me rikonfirmu përkrahjen tonë të plot, kur do që të ketë nevojë, për shka do që të ketë nevojë, sepse kjo është një vlerë edhe Prizreni është vetëm shembull për vepra të mira, për punë të mira, për zhvillime të mira, edhe jam shumë i sigurt që në bashkëpunim me të gjitha aktërët e jetës publike në këtë mënyrë do të vazhdojmë. Ju ftoj që të shijoni sonte këtë festival edhe të kaloni sa më mirë. Ju falenderoj për vëmendje. Programi artistik u kurorizua me performancën e këngëtarit të njohur Adem Ramadani dhe grupit të tij, duke krijuar një atmosferë të veçantë dhe emocionuese për pjesëmarrësit. Me këtë mbrëmje u përmbyll edicioni i tretë i Selam Fest 2026, një festival që edhe këtë vit mlodhi qindra pjesëmarrës dhe ofroi një program të larmishëm me përmbajtje fetare, kulturore dhe artistike, duke promovuar vlerat e besimit, kulturës dhe traditës. العجاب ولولا أن لي معنى جميلا سبسنة يمي ما تميرة qytetit E tani më falni sepse më duhet të shkoj ti përsaris masimet me ktebin kur t'ja filloj Transpeje dhe gjakum, drini slape dhe drugum, e vjen dhe qani e Mitrovica, ka qani ku e ka Benica, e vjen Gjilani e në Prishtina, Ferizaj e dhe Klina,